regjistrimi të produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon, u konstatua se ky acid ishte shkaktar i një sër rregullimeve. Në radhë parë etefoni ndikon në sistemin nervor, acaron sistemin nervor të njeriut. Shfaq probleme në irritimin e lëkurës, edhe të ata që e përdorin, që do të përkatin bimët, po edhe të njerëzit të cilët kanë konsumuar bim me ngarkesë lartë etefoni, kryesisht ka kruarje në duart, në ekstrementet, të këmbët edhe në pjesën e kurizit. Ka studime të cilat theksojnë që një prezencë e lartë e etefonit për një kohë gjatë te konsumatori mund të shfaqë probleme të cilat pastaj sjellin sëmundje kancerogjene dhe tumorale të njeriu. Si pasojë, pas studimesh të njëpasnjëshme, në 2012 Komisioni Teknik i ngritur nga Parlamenti dhe Komisioni i Bashkimit Evropian arritën në përfundimin se produktet që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogjen etefon, ku përmendim Grassrooter, Grand 48cl, Ethomex, Correct 510cl, Copon e tjerë, duhet të ndaloheshin rreptësisht të përdoreshin në prodhimet bujqësore që konsumohen të freskëta, si domate, speca, pjepër, shalqi, rrush e tjerë, dhe të lejohen të përdoren në prodhimet bujqësore që konsumohen pasi kalojnë në përpunim industrial, si pambuku, gruri, duhani, elbi. Po cila është historia shqiptare e këtij hormoni? Për herë të parë në vendin tonë, etefoni është regjistruar me emrin Grand 48cl, i prodhuar në Greqi në 23 korrik 2012 nga Komisioni Teknik pranë Ministrisë së Bujqësisë, që drejtohet nga zëvendës ministri sipas urdhrit të ministrit të bujqësisë. Por a është regjistruar ky produkt në përputhje me ligjet në fuqi? Sipas vendimit të qeverisë shqiptare numër 1555 të vitit 2008 për përcaktimin e rregullave të regjistrimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve, në zbatim të ligjit të Parlamentit shqiptar numër 9362 të vitit 2005, thuhet qartë, një PMB regjistrohet nëse përmbush kërkesat e mëposhtme, është regjistruar në 2 shtete anëtare të BE-s ose në një nga shtetet mezetare ballkanike të BE-s që kanë kushtet klimatike, agroteknike dhe mjedisore të krahasueshme me vendin tonë. Por Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve pranë Ministrisë së Bujqësisë nuk e ka zbatuar këtë ligj, sepse dy janë vendet e BE-s që duhet i referohej ky komision në këtë rast, Italia dhe Greqia ose njëra prej tyre. Por çfarë ndodh në këto vende? Etiketa greke e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon rekomandon përdorimin e tij vetëm në kulturën e pambukut dhe në asnjë kulturë tjetër bujqësore. Gjithashtu, edhe etiketa italiane nuk e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta, por vetëm në domaten për salcë. Ndërsa në etiketën shqiptare të produktit Grand 48cl thuhet se ai përdoret edhe në domaten për konsum, gjë që bie në kundërshtim me etiketat e dy vendeve që u përmendëm më sipër. Gjithashtu në etiket thuhet se nuk është dëmtues për peshqit dhe bletët, një e pavërtetë e madhe, pasi produkti është helmues për të dyja këto specie. Për t'ju sqaruar, etiketa italiane është miratuar me dekret të presidentit të Republikës dhe ky vend, Komisionin e Regjistrimit të PMB-ve, e ka të atashuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, që përbëhet kryesisht nga mjek. Etiketa e miratuar nga ky komision firmoset nga Ministria e Shëndetësisë dhe merr fuqi zbatimi vetëm pasi dekretohet nga Presidenti i Republikës. Pra, i kushtohet një rëndësi shumë e madhe miratimit të etiketave të PMB-ve, njësoj si medikamenteve mjekësore. Por, a ndodh kjo edhe tek ne? Në Shqipëri, gjithë ky proces kaq i rëndësishëm i është lënë në dorë 5 agronomëve dhe në fund këtë etiketën nxjerr nga komisioni e firmos zëvendës ministri. Duhet pyet zëvendës ministri çfarë profesioni ka. Edhe këta agronomët duhen parë se kur e kanë mbaruar shkollën, çfarë notash kanë, çfarë përvojë kanë në punë. Se mund të marrësh edhe diplomën agronome dhe nesër je kryeministër, po nuk e bën dot atë punë. Por edhe diçka tjetër. Në këtë komision nuk ka as edhe një mjek. Gjithashtu, për të regjistruar një PMB, importuesi dhe prodhuesi janë të detyruar ta shoqërojnë produktin me etiketën e vendit të origjinës. Në këtë rast, Grand 48cl, kur vjen në Shqipëri nga Greqia, patjetër që duhet të ketë etiketë të njëjtë me atë greke, në të cilën në mënyrë taksative shënohet që produktet me lëndë aktive hormonin kancerogjen etefon duhet të përdoren vetëm në kulturën e pambukut, pa lënë hapësirë për opsione të tjera. Kjo, mirë që s'u zbatua, po sikur të mos mjaftonte, në 2014 etefoni është regjistruar edhe me një emër tjetër, Ethomex 480cl, dhe po të shohim etiketën shqiptare të këtij produkti, në ndryshim nga vendet e BE-s, ai e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta. Jemi akoma në kushtet që nga ana ligjore nuk ka ndryshuar asgjë. Ligji i vitit 2005 dhe VKM-ja e vitit 2008 janë në fuqi. Dhe siç ju shpjegua më sipër, etiketa në vendin tonë duhet të jetë e unifikuar me vendet e BE-s. Po ashtu, nuk ka ndryshuar as vendimet e Parlamentit Evropian, të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare të BE-s
për përdorimin e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogen etefon. Pra, kjo do të thotë se janë miratuar etiketat të këtyre produkteve nga Komisionet e Regjistrimit dhe zëvendës Ministri i Bujqësisë në kundërshtim të hapur me ligjet në fuqi. Por përveç kësaj, ata bien në kundërshtim edhe me veten e tyre. Në etiketën e produktit Ethomex thuhet se ky produkt është helmues për peshqit dhe bletët, ndërsa te produkti Gran 48 SL, që është po njëta lëndë aktive, etefon thuhet se nuk është helmues për peshqit dhe bletët. Te Grasrut e Rama shënohet se është mesatarisht helmues. E po, kur janë pa qartë edhe për këtë gjë, ç'të presësh më shumë. Si pasojë, në Shqipëri këto produkte janë përdorur në mënyrën më kriminale të mundshme në plërime e fruta konsumi. Fermerët shqiptar nuk kanë asnjë njohuri për mënyrën se si përdoret ky kimikат, sepse nuk i ka thënë dikush që kjo gjë përdoret kështu. Etefoni përdoret 100 deri në 300 ml për 100 litra në përqendrimin 0,1%, që do të thotë në 1 litër ujë 2 ose 3 pika nga ajo pikatoria që i hedhim kalamajve te veshi atë ilaçin. Domthon kaqe. Për produkte tek të cilat ne marrin frutat, etefoni përdoret në spërkatje në ajër, domatja, molla. Ka fermerë të cilët marrin një copë pambuku, një leck, e zhytin aty ai lëngu që kanë përgatitur me këtë etefonin, pa e ditur fare as përqendrimin, atë 0,1% që thashon. Edhe me atë leckën i lyn domatet, i lyn produkti skuqet shumë shpejt dhe ai nuk pret këtë 2 javshin te domatja apo 10 ditëshin te molla, e vjel brenda 2-3 ditëve, sepse do t'i kalbet ai se i ka hedhur shumë kimikate ai. Në mënyrë që të mos i kalbet, edhe shkon e nxjerr brenda 2-3 ditëve e nxjerr te konsumatori. Po në momentin që ti ke spërkatur shumë me etefoni brenda 2 ditëve nuk ka kohë që të shpërbëhet në etilen, po ngelet etefon në frut. Kështu që ti e merr aty në tavolinë e konsumon, ti ke konsumuar etefonin, nuk e konsumu domaten. Më qartë se kaq nuk ka, ndaj me të drejtë na lindin disa pyetje. Çfarë etikete e ka shoqëruar produktin për të regjistruar nga importuesi dhe firma prodhuese e tij? Komisioni i Regjistrimit dhe zëvendës Ministri më datë 23/7/2012, ai kanë ballafaquar etiketën shoqëruese me etiketat greke dhe italiane, cilat kanë qenë arsyet që është shkelur hapur ligji nga komisioni. Shkelje shumë të rënda që kanë vënë në rrezik jetën e konsumatorëve, sidomos fëmijëve, grave shtatzëna dhe moshën e tretë. Ky vendim e pakta i papërgjegjshëm, me pasoja që sjell në shëndetin e njerëzit, por bën vepër të rënd penale në kufi të krimit kundër njerëzimit, ku janë të përfshira 2 palë, Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve me zëvendës Ministrin e Bujqësisë, që kanë miratuar vendimin e komisionit dhe investitori së bashku me firmën prodhuese. Por kjo çështje nuk është hetuar asnjëherë nga autoritetet ligjore, edhe pse është ngritur si problem nga fermeri Bashkim Lika, i cili 2 vite më parë do të hapte një debat të gjerë në lidhje me përdorimin e palishëm të këtij hormoni kancerogen. Si pasojë e denoncimeve të vazhdueshme, më në fund, më 21 qershor 2024, Ministria e Bujqësisë vendosi të ndryshojë etiketat e këtij produkti, por t'ua bërë më të qartë. Nëse më parë produktet me përmbajtje etefoni lejoheshin të përdoreshin edhe në domaten për konsum, pas qershorit të 2024-s, në etiketat e tyre të ndryshuara, thuhet se këto produkte duhet të përdoren vetëm në pambuk, grur, duhan dhe elb. Pra, deri para vitit 2024, na pas bërë mirë etefoni. Gjithsesi, edhe pse Ministria më në fund veproi, këtu duhen bërë disa sqarime, sepse sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, në Shqipëri nuk mbyllet pambuk dhe gjithashtu gruri nuk ka nevojë për këtë hormon, për vetë klimën mesjetare të ulëtësirës perëndimore që ja ofron të gjitha kushtet për rritje normale. Për sqarim, në kulturat e dritrave, hormoni etefon përdoret në vende të ftohta si Rusia apo Ukraina. Pra, edhe pse vendimi i Ministrisë së Bujqësisë synon të eliminojë ndikimin e këtij hormoni në organizmin e njeriut, në terren nuk ka asnjë efekt të tillë, pasi edhe sot e kësaj dite, ky produkt shitet për skuqjen e domates pa etiketë ndryshuar në farmacitë bujqësore të vendit tonë. Shive këta? Jo me te, më është me emër tjetër. Për çfarë përdor? Domate dhe kastravet, sa lek bën? 26. Pasi kemi paguar lekët dhe presim të na vi etefoni, pronari diçka nu hath dhe në momentin që punëtori i tij vjen me shishën në dorë, ai i bën me shenjë që të largohet. Dhe pretendon se nuk e paska në magazin. Jo, nuk paska, të mora dhe lekë. S'ka. Nuk kam falë të mora. S'ka problem. Të paktën lekët po na i kthen. S'di ku mund gjej? S'po ashtu me jo, nuk të... Po ku të kanë gjellë dhe me? Në tentativën e parë, nuk arritëm ta finalizonim blerjen, pavarësisht se e dokumentuam, ndërsa në të dytën,